Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do të jemi tashmë me deputetin e Partisë Demokratike, deputetin e Durrësit Overt Bylykbashi në një lidhje të drejt për drejt. Zoti Bylykbashi, përshëndetje. Përshëndetje. Sigurisht do ta nisim me situatën që kemi transmetuar që prej mëngjesit të ditës së sotme, një situatë dramatike, ajo e cila po përballet qyteti i Durrësit me përmbytjet. Në fakt, Bylykbashi ishte mësuar me Durrësin e ri, stadiumin, zonën e Shkozetit deri diku që përballeshin me përmbytje, por ditën e sotme, përveç vilës së Zogut në Kodër, duket si gjithë Durrësi poshtë në tonën ujë. Absolutisht e vërtet. Madje mund të them që situata është më shumë se dramatike, është alarmante në zona të caktuara dhe katastrofike. Dëmet që kanë mësuar familjet në banesat e tyre janë shumë mëdha, po të tjerë kanë mësuar dëme në mjetet motorike me të cilat ata lëvizin automjetet e tyre, të dëmtuara, të bllokuara, të përmbytura nga uji, edhe pa lëvizur ose shpeshherë në tentativën për lëvizur janë bllokuar në rrugë me dëme të rënda. Pra është një dramë e madhe për gjithë qytetin e Durrësit. Ju e thatë me drejt, ndoshta me përshtim të Kodrës Vidës Zogut, i gjithë qyteti edhe nga pamje që juve i keni janë nga lart, duket që gjithë qyteti noton ujë. Dhe ajo që duhet të thënë është që kjo është një situatë e cila vetëm në harkun e një viti kjo është përmbytja e tretë. Pra duke filluar nga fillimi i vitit 2025, në fillimin e vitit 2026, praktikisht një vit, kjo është përmbytja e tretë. Me pasojë shumë të rënda. Janë mbi 400 familje të cilët në vitin 2025 u dëmtuan rënd nga uji dhe pas shumë përpjekjesh tyre, protesta të tyre, të opozitës, por më pas dhe me peticion, vetëm në fund Bashkia e Durrësit vendosi të ndante një fond i cili vetëm 40% e dëmit që ka llogaritur Bashkia e Durrësit, jo që është dëm i vërtet. Për vitin 2025. Unë mund të themi diçka që këto edhe po të pyesni banorët e kësaj që quhet si Durrësi i ri e quajmë ne tani, po dikur njihnim rëndom si Ishkneta, janë zona që kanë filluar të popullohen në vitin 95, pra diçka më shumë se 30 vite nga tani. Gjatë vitit të shkuar, kur kemi shkuar derë në derë, dhe kur nuk kishte as nga autoritetet, s'kishte shkuar askush, ata thonin nuk e kemi parë këtë përmbytje në 30 vite. Dhe kjo po ndodh brenda një viti, le të themi 2 vitet të fundit, përsëritja e këtyre përmbytjeve me frekuencë kaq lartë është diçka që duhet preokupoj, nuk është çështje e një fatkeqësie natyrore. Durrësi nuk është se s'ka pasur shira në të shkuarën, edhe të zgjatura, edhe të forta, po përmbytje të tilla si këto që po ndodhin, sidomos vitin e fundit, 3 herë rresht me përmbytje të gjithë qytetit tashmë, kjo është qartazi një histori as jo vetëm keq menaxhimi, do të kemi mundësi ta diskutojmë pak më pas, po vendimesh që duke patur në themel korrupsionin, praktikisht kanë prodhuar një situatë shumë të rëndë për qytetarët durrësar. Vendime duke patur në themel korrupsionin, 19 milion euro janë hedhur për hidrovorët që të mos sillen këtë përmbytje. Zoti Bylykbashi, ju lutem, qëndroni në linjë për ndjekun një kronikë dhe rikthehemi për ta komentuar bashkë. Këto pamje tregojnë Durrësin këtë të martë, i cili në të paktën 9 lagje të qytetit ishte i përmbytur. Qindra banesa, biznese dhe automjete janë dëmtuar nga përmbytjet, ku faji më shumë se i natyrës duket se është i njeriut. 5 vjet më parë, për të shmangur përmbytjet në qytetin e Durrësit, Emiliana Sako tenderoi 19 milion euro për ndërtimin e hidrovorit të ri në Porto Romano, i cili supozohet se do të bënte të mundur tërheqjen e ujit nga lagjet e Durrësit, duke e shkarkuar në det. Tenderi prej 19 milion euro u fitua nga kompania Adriatic SHPK në pronësi të familjarëve të Spartak Kovacit, që në atë kohë mbante detyrën e drejtorit të ujësjelljes kanalizimeve në Durrës. Ky projekt, i denoncuar edhe nga emisioni investigativ Pluk, parashikonte ndërtimin e një hidrovori të ri, shumë larg atij të vjetrit, çka duket se ka bërë atë jo funksional dhe ende vijojnë testimet me të në kurrizë të qytetarëve që përmbyten çdo dimër apo periudhë me reshje. Investimi që duhet të kryente babai i drejtorit të ujësjellësit të Durrësit, i njohur si një nga njerëzit e besuar të Belinda Ballukut, jo vetëm nuk e zgjidhi problemin e përmbytjeve, por duket se e ka shtuar edhe më shumë.
E ndodhur përballë akuzave të mediave, kryebashkiakja e Durrësit Emiliona Sako është përpjekur të justifikojë dështimin e projektit 19 milion euro me probleme të shpërndësimeve. Edhe sot e kësaj dite, mos funksionimi i trovarit në Porto Romano, si dhe mungesa e pastrimit kanaleve të ujrave të larta, të denoncuar vazhdimisht nga Syri Televizion, ka sjell katastrofën e kësaj të martë, duke bërë që shumë qytetarë të humbin pronat e tyre. Tendrat e Spartak Kovacit, dhënë për kompaninë e babait të tij, dyshohet se janë marrë në hetim nga SPAK në kuadër të proceseve hetimore për skemat 5B të krijuara nga drejtorët e Belinda Ballukut.